permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që unë edhe me te do t'i konsideroj si faktorin kyç për stabilitetin në vetë bashkimin evropian, pastaj po minimizoj në ballkonin perëndimor dhe në botën shqiptare apo në Kosovë. Deri në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka pas një lloj ambicie me të cilën është munduar ta minimizoj impaktin amerikan në territorin e Bashkimit Evropian. Është munduar ta minimizoj me një objektiv jo real, sepse edhe vetë NATO-ja si është garantuese e sigurisë së Bashkimit Evropian, ju e dini se ka qenë deri me ardhmën e presidentit Trump, ka qenë diku 70% e komplet kapacitetet ushtarake dhe fuqisë ekonomike të NATO-s e ka përbërë, e ka financuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 30% të gjitha vendet tjera anëtare. Dhe këtu nuk flitet për supremaci, po këtu duhet flitet për një mënyrë racionale për një fuqi garantuese nga shërbimet edhe të vetë Bashkimit Evropian. Pas vitit 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian tashmë e ka të qartë se ka qenë i pafuqishëm dhe mbetet i pafuqishëm të përballet me ndonjë sfidë të tipit çfarë është pretendimi rus. Pa prezencën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Ukrainë, në kuptimin e mbështetjes ushtarake në luftën e Ukrainës kundër Rusisë, Bashkimi Evropian rrezikon, Shtetet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të riokupohen komplet ai bloku lindor, mos flasim për mundësinë e një shtrie edhe më të madhe. Prandaj, Bashkimi Evropian duhet të jetë të vetëdijshëm, duhet të jetë koshient se ndërhyrja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës po ju jep hapësirën e nevojshme që të rikonsolidojnë forcat evropiane. Dhe zatën prandaj do bëhet ndarja e buxheti për 800 miliardë, që unë mendoj që ka qenë veprim i mençur për të çuar përpara kapacitetet ushtarake për të përballë me rreziqet ndër armën. Por mbijetesa dhe ekzistimi i Bashkimit Evropian ashtu si edhe Kosovës është e lidhur drejt për drejt me fuqinë dhe përkushtimin amerikan. Kështu që unë edhe me te jam si të partizani ide se ne duhet luftojmë për integrime dhe ky është synimi juaj, edhe gjitha reformat dhe që po bën qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë dhe në brenda rajonit kanë synim përgatitjen e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse këtu takojmë edhe në aspektin politik, edhe gjeografik, edhe gjeostrategjik, po edhe zhvillimore të tjera, edhe të sigurisë. Por një paqe e qëndrueshme është një drejtësi që forcon rendin, jo që i dobëson, jo të prodhoj vakum politik, si po pretendohet nga Bashkimi Evropian, por një forcë që mbron aleatet, por jo që heziton e pastaj krijon pasigurisht po ndodh tani qoftë në raport po i thënë miniatur Serbi-Kosovë apo në mega konfliktin atje që është Rusi-Ukrainë, apo edhe në shumë vende të tjera si në lindjen e mesme dhe shumë shtete jo stabile. Pastaj qëllimi tjetër apo dimensioni tjetër është ekonomik që zhvillon rajonin e jo me pas në stagnim që pastaj vetëm i ushqen tensionet. Dhe se vendet e pazhvilluara shkojnë deri përplasje dhe tensioneve e kanë demonstruar pothuajse në tërë rrugtimin e tyre shumica e shteteve të bllokut lindor, veçanti ku vjen edhe fatkeqësisht edhe Ballkani që takojmë ne. E qartë. Zoti Berisha, nga ana tjetër, midis këtij fokusi më të shtuar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe në Ballkan, mendoni se do të kemi tashmë se i përket të dyja vendeve, pra Kosovë, Serbi, një model të ri ndërmjetësimi paralel, njësoj ndoshta si Bashkimi Evropian? Ju e pat një sjellje shumë interesante të presidentit Trump në raport me të dy liderët. Konflikti i Kosovës për presidentin Trump nuk është konflikt. Është shumë minimal, është shumë i vogël dhe i papërfillshëm. Kjo ishte mesazhi që përçoj me atë, hajtë qoj ju dy, kur keni probleme të rëni mua. Sepse ai ka marrëveshja e Washingtonit në mos në tërësinë e saj, në elementet saktura, ajo prapë do të tentohet mu implementu në Kosovë, dhe është të domosdoshme, ju lutem, nëse dikush mundohet se ade ne na duhet vetëm një akt formal i njohjes, prapë ne jemi shtetë e fqinje fizikisht, gjeografikisht, dhe prapë do të përballemi me ujmanin i cili i ka ato kilometra dhe ai ka ofruar atë një zgjidhësi të lumit Mississippi. Domethënë ti mundesh me veprune për rrjedhën e lumit, por nuk guzon me larë sasinë ujë që në vitet për të mbështetur Kosovën në aspektin energjetik, por edhe në aspektin ekonomik, ujë, pisë e tjera. Pra, ose hekurudha që duhet kalojnë lidhën korridor me Bashkimin Evropian nga Kosova përmes Serbisë apo autostradave tjera. Pra, këtu e në tema qertit e të ngjillit, e tjera.
Pra, të gjitha këto nuk mund të shmangin dhe ju e pak mënyrën natyrën e bisedurit. Ai faktikisht e bëri të ditur dhe ne duhet të jemi realistë. Unë jam ushtarak. Kosova ka një full stop agreement me Ajovën, sa i përket forcës. Por në Serbi, këtu operon Ajova. Kemi aliancë për bashkëpunim, ka status plot forcë, si ne në Ajovë, si Ajova në Kosovë, ne jemi një ushtri. Pastaj në Serbi është garda e Ohajos, që i stërvit që nga ushtari serb atje, i forcave armatose të Serbisë, deri te shtabi gjeneral atje. Pra, presidenti Trump kur flet nga ky prizëm, se e din që janë dy territorë që i kanë në kontrollin e forcave ushtarake apo në kontrollin ushtarak vetin. Une, kur ndodhi ky miratimi i ligjit që autorizon buxhetin e mbrojtjes në SBA dhe Kosova ishte pjesë e këtij buxheti, kjo do të thotë se është territor ku Amerika shef edhe sigurinë e vet, duke mbrojtur atë territor. Çfarë gjen me përkthyen terma? Në Kosovë jetojnë shqiptarët, ne shqiptarët, por edhe disa komunitete tjera. Kosova është tokë, Dardani, Ilirë, Pellazgje, ku ta diu në histori. Por në aspektin dhe mbrojtjes së sigurisë, është pronë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Njëjtë siç po synon Grenlandën, siç e mori Venezuelën, e siç do t'i kapë edhe shumë shtete tjera të atij BRICS-ut që ndërtuan Rusia, Kina, India dhe do ta shtrijë, domethënë, fuqinë e mbrojtjes së interesave gjeostrategjike, ekonomike, politike dhe sigurisë amerikane në çdo vend të botës, ku Kosova është një ndër to. Prandaj edhe këto tendenca për ta parë nga prizmet ndryshme, unë mendoj se janë jo reale dhe një duhet ta kemi të qartë. Ne po ndërtojmë një shtet me parimet e demokracisë, me institucione të reja, me mekanizma të sigurisë dhe të mbrojtjes, por që në një përballje të madhe ushtarake nuk do të ishte reale ta them ato shprehjen e ministrit aktual të mbrojtjes edhe të qeverisë kaluar, se në një rast të një konflikti me Serbinë, nes na duhet mbështetja e KFOR-it. Mendoj se ky ka qenë deklarimi më absurd, do të ka qenë ideora, do të gjendje jo deliri, përndryshe mençuri në aspektin strategjik dhe ushtarak. Nuk është vetëm fokusi në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake që janë një domosdoshmëri, por që në aspektin e fuqive ekonomike nacionale të Kosovës lënë shumë për dëshiru. Prandaj mençuria është ndërtimi i aleancave me partnerë të fuqishëm. Dhe ne e kemi prioritet dhe orientim strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë prezent në Kosovë. Këtu do ta kemi preokupimin ndërtimi i aleancave të fuqishme, siç është ajo me Shqipëri dhe Kroaci, ta zgjerojmë edhe me shtete tjera. Sa më shumë shtete që futim në aleancë, garantojmë më shumë sigurinë tonë dhe të ardhmen tonë, sepse zbuglojmë numrin e armiqve. Se pa kur qenë në aleancë në kupton se jemi bashkë si në zhvillim, si në avancim forcave dhe doktrinave, por edhe në rast sulmesh. Prandaj kjo është zhvillimi i mençur për Kosovën, e jo për tendencat. Unë synoj dhe kam objektiv dhe pres ta kenë edhe shteti i Kosovës të bëhemi një Izrael midis botës arabe dhe ne të bëhemi një superfuqi midis vendeve që kanë lidhje të ndryshme historike, tradicionale me Rusinë, e cila ka synime tjera në Ballkan, e që ushqen dhe zhvillon edhe më tej atë Iranin e vet, atë proxin e vet në Ballkan që ka Serbinë. Po e ka impaktin edhe në shumë shtete tjera, se ne nganjëherë po harrojmë. Se ashtu siç e themi ne se Kosova është shteti i dytë shqiptar në deklarimet tona folklorike që është reale, edhe Serbia thotë se Mali Zi është shteti i dytë serb. Edhe po synon edhe Maqedoninë ta dezorganizoj dhe ta ketë fuqinë e vet, krahas Bullgarisë, Greqisë, edhe Shqipëria që duhet ta synoj për shkak të çështjeve historike që lidhen me atë shtet. Prandaj kjo është tendenca të krijojmë sa më shumë aleanca. Edhe me këto shtete që dikush i synon si dëvetat, të kemi aleanca edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, edhe nesër me Bosnën, edhe ta krijojmë një blok mbrojtës në raport me Serbinë, qoftë se shërben edhe me tutje si satelit proxy i Rusisë, sepse këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të arrijnë impaktin e tyre përkundër lojrave diplomatike dhe politike që edhe më tej i bojnë Franca dhe Gjermania kryesisht për shkak të presionit rus. Edhe në çështjet e gazit, edhe në çështjet e energjetikës, edhe në zhvillimit ekonomik dhe impaktit rus për atë ekonomisë ruse. Ju dini se kur u planifikua që Kosova të pavarësohej në aspektin energjetik, ishte ndërhyrja e vetë Gjermanisë dhe Francës, Macron dhe Merkel në atë botë, që ta gjenin një lider në rajonin e Ballkanit, se Kosova është epicendra e pavarësimit energjetik Ballkanit.
Prandaj do të shkruan gjendja një lider që do të kundërshtonte edhe kundër globalin, i cili filloi në vitin 17 dhe në vitin 22 do ta vente në prodhim të energjisë Kosovën, e Kosova si vendi, duket është vendi i 4 në Evropë me rezerva të ngjilli, do të ishte edhe eksportues fryme. E jo sot që t'i varur nga rryma serbe. Pastaj, projekti i gasit i cili erdhi pas njohjes së pavarësisë nga Izraeli, ishte po ashtu një projekt që sillte rafinerinë në Greqi, por si rezultat i kësaj do të ishte njohja e Greqisë dhe Çipros greke. Dhe do ta zbrit nga numri i Bashkimit Evropian, i shtetë mosnjohës së Bashkimit Evropian në 3. Po ashtu do të kishte shtrije nga Greqia në tërë Ballkanin perëndimor. Pra ishin projekte gjeostrategjike amerikane për pavarësinë energjetik Ballkanit dhe ndalje të impaktit ekonomik rus në Ballkan, një projekt që nuk e ndalin dhe nga presioni i Rusisë në farforme gjetën aleatin e tyre në botë Merkel dhe Macron, është do t'i Kurti i cili kundërshtoi gjitha këto projekte amerikane, dhe ja ku jemi sot të varur tërësisht nga Serbia, e cila rafinerinë e gasit rus, Gazpromit e ka në Niš, një qytet nga afërsitë të Kosovës. Pra këto janë lëvizje gjeostrategjike që unë mendoj arsytojnë plotësisht lojalitetin ton dhe në nënshkrimin e iniciativa amerikane për mbrojtjen e paqes kuta në botë, përfshirë dhe Kosovën dhe Shqipërinë apo botën shqiptare.